Qepët rrisin 2 herë më shpejt flokun tuaj. Një nga recetat më të mira për flokun e shëndetshëm është edhe ajo e qepës së kuqe, e cila është prezantuar edhe nga ekspertët e huaj. Qepët e kuqe janë të pasur me squfur, i cili është i rëndësishëm për prodhimin e kolagjenit, që i bën flokët tuaj edhe më të fuqishëm. Qepa e kuqe gjithashtu përmirëson qarkullimin e gjakut, në lëkurën e kokës dhe vetëdijtë e tyre antibakteriale sigurojnë që inflamacioni të mbahet larg lëkurës. Por si të përgatisni maskën? Merrni 3 deri në 4 qepë të kuqe dhe shtrydhni lëngun. Për të bërë këtë veprim mund të përdorni edhe një shtryse. Përzierni një lugë gjethe mjalt me lëng dhe aplikoni atë në skalpin e kokës. E lini këtë përzierje në kokë për 15 deri në 30 minuta. Më pas i lani flokët me ujë duke mbajtur atë në një gjendje për një orë më të gjatë. Përsëriteni këtë procedurë 3 deri në 4 herë në muaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike edhe për rritjen më të mirë të flokut dhe në mbrojtjen e tyre.